Sot për dreke kam gjellën që e dua më shumë dhe që është me preferuara e vetës. Për zotin. Është gjella nuk është kontrament, nuk e di unë, po që për mua, jo, sa fasullet, jo, mos thoni që ka fasullet, jo. Është vërtet gjella më fantastike për behar, për zotin. Ja ta kthej? Ja. Kjo është domate me piperka të kuqe. Është më fantastikja. Ma besoni. Domate, 1 kile domate të buta, e 1 kile piperka, i zjen, i ca kripë, po, qëta ash amane, e gjithë behari, për zotin, qëta ash, e gjitha që vërtet tajet në këtë vapë. Për ditë ta unë nga kjo, prandaj e kam bërë tenxherin, se more vesh, është fantastike. Ja ti jeni byra zejtë kësë një tani. Ja bërë. Më thuaj. Bolë. Shumë. Si shumë e që jo, me nuk është. Ja ti dhe për vejtë në birë. Në duha që këtë dengshme. E bo. Edhe pak lengë. E na beftë të mirë në birë. Sinqerisht provojeni dhe është gjella kampion, gjella e beharit kampion është piperka me domate. Meni domate, shtypini, zjeni, mere dhe piperka, idhi ujë, kripë, vaj, zjej edhe qëta është birë. Ta që ato duan e në qika qka valë si për e në qikë djathë, po sa zhvitiri jo birë. Ajde, na beftë të mirë, na beftë të mirë, na beftë të mirë, na beftë të mirë. Tung, këtë fund t'javë, 40 temperatura, 40 birë, piperka domate, valojni edhe qëke. Ajde tung.